محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona I takojnë vetëm Allahut të mënduar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob I dërguar I Tij I fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit me udhëzimet e kaptinës El Hujurat. Kjo kaptin që flet për ndërtimin e shoqërisë, udhëzimet e duhura si duhet me ndërtu shoqërinë, por njëkohësisht përmend edhe faktorë të cilët e rrënojnë shoqërinë, e rrezikojnë shoqërinë, nuk lejojnë zhvillimin dhe përparimin e një shoqërie. Dhe kjo është ndërtimi I kompletuar. Nga njëra anë udhëzime që duhet t'i përmbahemi dhe nga tjetra anë vese dhe faktor që duhet t'i largojmë. Andaj diçka duhet të marrim e diçka duhet të braktisim. Çfarë duhet të marrim e çfarë duhet të braktisim, padyshim se e din më së miri Zoti I gjithësisë, I gjithdijshmi dhe krijuesi I tërë asaj që ekziston. Allahu na ka mësuar se në rast nëse ndodh që palë caktuara në shoqëri të binë mos pajtim I cili pastaj mund të eskalon në konflikt, na ka mësuar Allahu Azza wa Jall që mos të rrim indiferent, por të intervenojmë me udhëzimet e duhura, me maturi e urtësi për të pajtuar mes palëve dhe për të evituar çdo konflikt të mundshëm në shoqëri. E pasi Allahu përmend konfliktin dhe përmend se duhet jemi aktiv në evitimin e çdo shkëndijë që mund të ndezë zjarrin e urrëties dhe zjarrin e konfliktit në shoqëri, ka lënë Allahu në ajetet vijuese që të na përmend tash e çka konkretisht pra po bën që të ketë konflikt në shoqëri. Sa të ato vese që duhet jemi të kujdesshëm e t'i largojmë, e t'i flakim nga vetja jonë që të kemi një ambient të qetë, një gjendje të këndshme të mirë të bashkëjetesë së përbashkët brenda një shoqërie. Allahu thot në Kur'an në vazhdimsi në kapitullin El Hujurat: Ja eyyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allahu në Kur'an thot: o ju besim drejt, o ju që keni besuar, mos lejani që të talleni me një grup tjetër të burrave, e as gratë të tallen me një grup të grave tjera. Do me thonë, mos u tallni me njëri tjetrin, mos e nënçmoni njëri tjetrin, mos e përbuzni njëri tjetrin, nga se ka mundësi që ata që me ta po talleni, që po I përbuzni, po I nënçmoni, t'jenë më të mirë se ju. Çka nuk kupton këtë? Të ndërozër, njerëzit nuk janë të njëjtë, dallojnë. Dallimet mes njerëzve nuk duhet të shndrohen në bariera, në barikada. Dallimet nuk duhet të jenë arsye për të tallë me tjetër apo për ta nënçmuar. Por dallimet duhet të I trajtojmë si një lloj pasurie
që duhet me e shëndru në parafrim mes njëri tjetrit. Njeriu kur tallet me gjuhën e dikujt, njeriu kur tallet me prejardhën e dikujt, njeriu kur tallet me ngjyrën e dikujt, ai ndez zjarrin e konfliktit në shoqëri. Nga se në moment kur dikush e nin veten pa meritor, veç thjesht për shkak të gjuhës që e flet, veç thjesht për shkak të ngjyrës që e ka, të prejardhës që e ka, e ndin veten se është më në epërsi se tjetri, më superior se tjetri, atër të menjere këto debalanse në shoqëri, sjellin konflikte. Askush nuk ka të drejtë me undi më superior se tjetri për shkak të gjuhës. Gjuhën e kemi nga Zoti i mënduar. Atia dha Zoti këtë gjuhë, e neve këtë gjuhë, e atia gjuhë, dhe gjitha këto gjuhët shumë të mbot që fliten, tregojnë se sa i fuqishëm e sa i gjithdijshëm është Allahu te bareke ve teala. Ngjyra e njeriut, njerëz janë raca të ndryshme, nuk janë një racë. Asë një racë mbi sipërfaqen e tokës nuk është më superiore se tjetra, veç për shkak të ngjyrës së lkurës, absolutisht. Kur kush nuk ka drejt me nënçmu askën mbi bazat të racës. Madje as të prejardhjes, madje as të vendit e lokacionit gjeografik ku ai jeton, nuk ka të drejtë, absolutisht. Për shkak se gjithkush e vlerëson vetën, gjithkujt i duket ajo që e ka më e mira. Në rregull është me u duk për ty kështu, por jo me nënçmu dhe me përbuz tjetrin. E forma tjera të talljes, qoftë në aspektin pastaj të dukjes, dikush mund të jetë më i shkurt, dikush mund të jetë më i gjatë, dikush mund të ketë ndonjë kufizim të caktuar në aspektin e jashtëm, asnjëherë nuk bën me liu kur që të përqeshit për shkak të kësaj, nuk bën. E ndaluar është. Nuk bën me përqesh njërin për shembull për shkak të mënyrës që flet. Mund të ketë lloj belbëzimi, e çka ashtu problemi. Njëri ka problemin e tij, ka sprovën e tij. Ka mundësi dikush me belbëzim vallai flet më mirë se dikush që flet rrjedhshëm, po flet pa lidhje. Nuk është qëllimi çysh flet, po qëllimi është çka flet e çka thot. Prandaj nuk bëjmë me nënçmundje në bazë të ndonjë tmete të caktuar që ai mund ta ketë, por duhet me bu mundi shumë vlerëshëm, shumë komat, pa asnjë kompleks në shoqërinë ku ai jeton. Shikoni që Islami mbyll gjitha burimet e konfliktit, gjitha burimet e nënçmimit që mund të prodhojnë urrëtie e kacafytje në mesin e njerëzve. Gjithashtu të ka forma shumë të talljes, sikur sa është tallja për shkak të prejardhës, ngjyrës, dukjes, pamjes së jashtme, po ka dhe forma tjera të talljes. Një formë e talljes është edhe kur dikush nuk të nënçmon në bazë të ngjyrës, jo, nuk të nënçmon në bazë të gjuhës, nuk të nënçmon, nuk të përbuz në bazë të jashtëmës tënde, apo ndër tmete që mund ta kesh, jo, thon. Por tallje gjithashtu është kur dikush të nënçmon mbi bazën e mentalitetit dhe hapësisë së kuptimit. Çka do të thonë këtë në rozë? Do të thonë, tash është jashtë ditë. Parmendoni për shembull nëse një ligjërues, se nuk po them unë se nuk ja lej vetes askujt për më rënë këtë nivel, por është ditë jashtë, qartë as duket se është ditë, dhe dikush tallet me mendjen tonë, tenton të na bindë se është natë. A është tallje kjo? Kur dikush tenton të bardhë me na bëjë zezë, çka themi ne? A po bën hajgara? Do s'është më shumë çeki për një më. Unë aq është domon nivel i degraduar i përpjekjes për të argumentuar, sa që nuk mund të ketë tjetër interpretim për ese tallje. Kjo është hajgara. Nuk mund të jetë kjo serioze. Prandaj edhe të vëzër përpjekjet kohëve të fundit për të imponuar një diskurs caktuar në shoqëri, një narrativ caktuar të kuptimit gjërave, pa asnjë bazë,
me një fyrje me të vërtet që njerëzore, krasë që është fyse, nënçmuese, është edhe fyrje për mendjen tonë. A mendoj njerëz të ti se na kanë me besu mesazheve të caktuara që kush e di kush i ka shkruar, e kanë me i besu çfarë do lloj qarku të caktuara apo mediumi, e me na bin, madje me na ha mensu në fen tona. A kjo tallë është. Është tallë me ndonjë dikush se xhamia tona po i ndërton armiku jon. Kjo është fyrje e mendjes tonë. A çikash po mendojnë se na mendeleta? A çikash po mendojnë se skuptojmë na? A çikash po mendojnë se s'lexojmë na? Po kjo është fyrje. Para se më na fyn besimin ton, para se më na i fyj xhamia tona, po na fyn mendjen tonë o vllazni. Po mendojnë se na hajm fara tilla. Po mendojmë se na gëlltitim, domethënë pallavra tilla. Po jo më rëlla, na di me lezu pak, na kuptojmë sena. Ne na dëshmitar vetë të ngjarjeve. Ne kemi përjetu vetë luftën, ne e dim vetë çka armiku ka bërë, e dim vetë çka na kemi bërë, ne e dim vetë çka kanë bërë xhamiat. Ne këtë e dim. Prandaj është fyrje, vallahi, është tallje me neve. Medalja dhe me na bezdise, me na çmend me lajme ndryshme, me debate të panevojshme. Duke të du më na binë se a ju kemi thonë se, a ju kemi thonë, qka na keni thonë? Sarë keni folë pa argumente dhe keni shpifë dhe vazhdeni me boqa shtapëtën. Por gjithë nuk i populli ka i njëru, ka heshtë të s'ka dash më vanë më këtë punë. Ama pastaj populli gjithmonë e ka të regu se në cilën anë është dhe ku është. Prandaj, qka ka ndikua jo që është folë? Mos të mungon se dikush në xhami që s'ka qenë javën e kalume. Janë bush prap kanë bush xhamia tona, nga se ne e dim origjinë e xhamiave tona, ne e dim shumë mirë, ne e dim kush ndërton xhamin, ne e dim kush ndërton edhe vendin ton, edhe kush ka sakrifiku, këto i dim. Prandaj, mos na e fyni mendjen, ju lutem. Mos na nënçmojnë din këtë nivel se nuk pranojmë tallet e tilla, nga se kjo është nënçmim dhe është përbuzja apo. Allahu tha: "Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab." Tha, wala telmizu anfusakum. A di çka është telmizu? Kur dikush nuk ka guxim me shpreh talljen, nuk ka guxim me shpreh tash direkt nënçmimin, e kalon në forma tjera të nënçmimit përmes gjesteve, të syrit, shtrëmbrimit të fytyrës e kështu me radhë. Edhe kjo ndaluar është. A keni pa dikush pas spine bën gjeste kështu e që më këti filoni, e kështu më radhë. Nuk ban, nëse ke diçka me i thonë filonit, thuja në sy me argumente, dhe si duhet, po pa shpifje, pa njëllosje, pa talje me mendësin tonë. Wala telmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, mosu etiketoni me etiketa, me fyrje, me zvete, me emërtime që nuk ju takojnë, t'ja hodhni njëri tjetër. Mos bëni kështu. Shofni të ndrozët vëzër, qëfar përmbajtje e fuqishme ajetit. Paramendoni një shoqëri që i përmbajti rregulli, ku ka diskutim të njerëzve të meqëm, ku ka diskutim mbi fakte dhe argumente, ku respektohet verdikti i gjyqit, ku respektohet qëndrimi zyrtar, e ku nuk paragjykojnë gjërat, e ku nuk i paraprin debatet, vendimive zyrtare, qarqeve caktuara, kompetente, kështu me radhë, ku nuk fyhemi, nuk nënçmohemi, nuk përbuzemi. Paramendoni një shoqëri tillë. Të vishmi mbyll sytë me paranudush, sa mirë ka kaptën. Sa mirë që e kur e qel, apo lajmin e portalin, e ndëgjën lajmet mira. E jo kronikat zeza e të ndryshme që fatkeqësisht po e kufizojnë mundësinë e rritjes së shpresës për menel këtë vena të në fatkeqësisht. Ne do të vazhdojmë, patjetër do të vazhdojmë me mbill optimizëm, dashuri dhe respekt, patjetër. Ne do të vazhdojmë me i bind të gjithë, e ndveçanit të rinjët tanë, se ja vlen edhe me mësu, edhe mu arsimu, ja vlen me kontribu. Mos u shgënjeni për shkak të zërave të caktuar, nga sa ata heshtin, si kur që shumë të tjerë. Ne duhet me rrut këtë vend, ne duhet me mbrojt e me ndërtu, vazhdojmë tutje.
Do t'i kalojmë edhe këta si kurse i kemi kaluar të parët më herët. Mirë po të nërëllë vëllezër, përpjekja jonë është kjo. Mirë po, nuk mund garantojmë se në këtë situatë kontaminuar, në këtë gjendje kaq të rënduar, dikush mundet me te i kalu letë me thonë se, po bre se ka shpresë. Dikush ndoshta, ka plot nga zhgënjimi edhe ecë prej këtuit me një përshëndetje të pakthyeshme, me një lëmë të mirë që nuk kthehet më, që këtë nuk e dëshojmë as kujt. Andaj Allahu që ka tha, ndodh me gabu, keni gabu, mund të gaboni, jemi njerëz, pendoni tek Zoti i Madhnuar. Pendoni tek Allahu i Madhnuar, nga se Allahu tha, "Wa man lam yatub", e kush nuk pendohet, e kush këmbgul në fyrje, e kush këmbgul në tallje, e kush këmbgul në nënçmim, e kush këmbgul në etiketime, e në nënçmimi me gjeste të caktuara, kush këmbgul këtë e nuk pendohet, fa ulaika humu dhalimun. Të tillët janë padyshim mizor, janë zullumçar, bojnë zullum, nga se me hip njëri në qafë padrejtësisht, me shpifje me akuza, o shkoqa një zullum i madh, në rrujtë Allah për zullumçarëve dhe zullumëve të tilla. Allah na dhash dashni, respekt. Allah na bëf me pranu një të tërin, e me ndihmu një të tërin, e jo me përjashtu, e me nënqumë, me përbuz. Dhash Allah që maj mirë në mesin tonë të jetë i dishmi, ai që kontribon e i sinqerti e punën, e jo ai që fynë e nënqmën e përbuz. E dhash Allah që gabimet tona që i kemi si njerëz, t'i kthejmë Allah me zemër të hapër të sinqert, e të kërkojnë falje nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khayri khalqillah ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të ndërozër, nuk kam të rrezikshme për një shoqëri se njerëz e mençur, njerëz e urtë, të rrinë anash, të rrinë të marginalizuar, ndërsa arenën publike ta dominojnë mendjeleti dhe ignorantat. Nuk kam ma keq për një shoqëri se që kja me i ndodha. Nga njerë njerëz mund të bëjnë veprime, po nuk të parashikojnë në pasojat e tyre. Një ditë, pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte duke ecur me gruan e tij. Dhe pranë tyre ka një grua tjetër që ishte 7 shkurtër. Po nuk ishte e gjatë. Gruaja e pejgamberit sa nuk pat qëllim ofendues. Po tha, sa e shkurt filonja, kuptim të fjalës. A dini si reagoi pejgamberi alayhis salatu wasalam? E që kjo është ajo që në thënë Islami. Të kalkojnë pasoja. Ka gjëra që na duken të vogla, të parëndësishme, por mund të kenë pasojë të pariparueshme. Dëgjoni çka tha i dërguari jon. Tha, e ke thonë një fjalë të cilën nëse e hudh në det e trazon detin. Një fjalë pa qëllim nënçmues, po thjesht komentove duken e një gruaje që s'është punë e jotja. Me hudh në deti e trazon detin. Nuk di me i marë që të do lajme që përshëtisin me i hudh, jo në qanë, po kush e di ku me i hudh, e trazan, e prish, e shkaktan, termete, lëj trazinash, nga pesha e rënd e pa përgjithësis që bartin fjalet dhe shpifit e tilla. Pa të kësisht ato. Prandaj, atë që e thash Omeret, dua ta përmbylli këtë hutbë të ndrozur. Nga se konsideraj, sikur që e përmenda, se ky ajet që du me e citu tash, në përmbyllje të hutbës, është ajet që duhet shumë me përmend këto ditë dhe me pas parasysh gjithmonë. Luti alayhis salam u sprua me një popull që kishte shturje serioze. I erdhën musafirët në shtëpi dhe erdhën deshte me i dhunu musafirët, paramendoni, me i dhunu musafirët. Erdhën me kërkesa absurde. Kur e pa Nuh alayhisa, kur e pa Luti alayhisa në këtë gjendje, kur e pa që këta njerëz çka po dojnë, çka tha Luti alayhisa? E ne po themi si Luti alayhisa. Luti alayhisa mu tha,
Këtu e njerëz dhe tha, e lejse minkum rajulun rashid. O burra, a ka në mes një unë njëri i arsyeshëm, që halon menje i punën mirë, e të flasë me ta. A kredi ju kam bërthuj epshe, interesi, e kojta, e një ide, e nuk jeni të vëmendshëm, e të vedishëm, qka po thune, qka po fletni. Përnda një kemi nëjë për njështë meqëm, të gjitha palga, e diskutojmë për gjitha serioze, amon largoni mendjeletit. Të gjitha palët, të gjitha grupet, largoni mendjeletit. Largoni njerëzit që nuk kalkulojnë pasoja. Largoni, nga se mund të shkaktojnë probleme që 100 meqëm bashkë më bo nuk mund të riparojnë në t'i kthejnë në bazën e aso që ka qenë ma herët. Një thrasim mendjen, njerëz të mençur, që të miren me këto situatat kove të fundit, e këto debate e diskutime që sinqerisht aq janë të pakuptimta, aq janë të paqëndrueshme, sa që minimumi që mund të themi është po na fyhet, domethënë aspekti intelektual. Mos na fyni inteligjencën. Jemi shumë më të mëshur, më inteligjencë se që mërmendja ju vafën. I kuptojmë gjërat, i nuhasim gjërat. Kena përvojë, dina shumë mirë çka po ndodhet, çka po doni. Prandaj, më mirë më ndal në kohë se kur s'ka dën kohë e pastaj njerëz të mëshur mund të intervenojnë, por nuk e di pastaj a mund ta rikthejnë rrjedhën ashtu sikur se ka qenë normale, sikur se ka qenë e kaluara, e respektit, e tolerancës, bashkëjetesës, e çka do qoftë tjetër. Ne jemi për njerëz të mëshëm, të urtë, ata që dinë me menu, ja dojnë të mirën këtij vendi edhe këtij populli, e nuk është ky popull jonë pa ta. Ka alhamdulillah të gjitha grupeve edhe gjitha palëve. Dhe është Allahu që njerëz të mëshëm na udhëheqin, njerëz të urtë. Dhe është Allahu që njerëz të mëshëm, e të urtë, e të dëshmuar, e të matur, e largpamës e vizionar, ata të përcaktojnë edhe diskursin dhe opinionin publik, e jo të lëmë që njerëzit me kushtet i çfarë prejardhje, çfarë do agjende, bagazhe kështu me radhë, të përcaktojnë debatet e temat tona, e pastaj të na fyet edhe inteligjenca, po pastaj të na fyjen edhe faltorët tona, e besimi jonë, e prejardhja jonë e kështu me radhë. Allah na rujt vendin tonë nga çdo e ligë dhe nga çdo ligësi. E lësë Allah në këtë vend, në këtë kohë, të kësaj ditë të bekuar, që Allah i mënduar t'i largon gjitha kurthat dashakeqe, armiqësore, që po tentojnë të na hudhen në vendin tonë dhe mbi popullin tonë. Allahu te bareke ve teala na ruajt nga shfrenimi, nga degenerimi, nga rrënimi i familjes, nga çfarë lloj konflikti shoqëror. Lësë Allah në mënduar që të mbretënon mesin tonë dashnia, respekti, toleranca, mirëkuptimi, diskutimi i mençur, i argumentuar mes palëve të mençura dhe mendjendritura. Dhe lësë Allah në mënduar që të ardhmen të na bën më të mirë se të tashmen dhe se të kaluarën tonë. Allah i shëroft të smurit tonë. Ja u lesoft Allah dhimbjet, mundimet. Allah u lesoft familjarëve kujdesin për ta. Kurrë që ka problem me telashe, Zoti e largof brengat. Allahu e largof nga rinia jonë drogën, alkoholin, bigjozin. Allahu e largof nga vendi jonë, nga populli jonë, nga rinia jonë vrasjen dhe humbin e jetëve në aksidente dhe në ngasje të pakuptim të makinave. Dhe është Allahu Azza wa Jall që të kemi rini të shëndosh të arsimuar dhe na mundsoft Allahu Azza wa Jall që të shohim gjithmonë më mirë vendin, popullin e në veçantë rinin tonë. Allah i mëshiroft të vdekurit tonë. Ja u boft Allahu vendbanim xhenetin e na bashkoft edhe neve zbashku me ta në përjetësinë e ahiretit. Inna Allahi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
محمد رسول الله.